Këshilli i Mandateve është mbledhur sot në kryesinë e Kuvendit për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Në mbledhje ishin të pranishëm kreu i SPAK, Klodian Braho dhe 2 prokurorët e çështjes, ndërsa Balluku nuk mori pjesë personalisht. Ajo përfaqësua nga 2 avokatët e saj, Pamela Qirko dhe Ardian Kalia. Mbledhja u shoqërua me debate, pasi PD akuzoi mazhorancën për pengim të drejtësisë dhe kërkoi që shqyrtimi të zhvillohej me dyert të hapura, kërkesë kjo që u kundërshtua nga socialistët. Avokatët e Ballukut kërkuan rrëzimin e kërkesës së SPAK, ndërsa prokurorët paraqitën prova të reja. Sipas SPAK, Balluku ka takuar vartësitë e saj dhe ka kërcënuar dëshmitar lidhur me çështjen. Prokurorët deklaruan se pozita penale e saj është rënduar dhe se ajo rrezikon deri në 35 vite burg, pasi të njëjtën vepër e ka kryer 9 herë. Belinda Balluku është pezulluar nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë, ndërsa SPAK kërkon arrestimin e saj.